Ethet e finales së madhe të spektaklit BBV4 kanë mbërthyer banorët aktual të shtëpisë. Kujtojmë se në garë për të siguruar një vend në finale janë Gjesti, Gerta, Egli, Loredana, Danja dhe Jozi. Ndaj dita e sotme u shoqërua me debate dhe kunja të shumta mes banorëve aktual. Secili prej tyre synon të arrijë finale, pse jo dhe fitoren. Gerta dhe Gjesti kanë patur një debat mes tyre në dhomën e grimit. Gazetarja e ka thumbur Gjestin duke i thënë se artistin e ka mbytur frika nëse ai e cekën dot finalen apo jo. Nga ana tjetër, kur e pyet Gjestin nëse ajo e meriton çmimin e madh, këngëtari u përgjigj se jo. Duke vijuar me kunjat mes tyre, dyshja, sipas këndvështrimit të tyre, mendojnë se personi përballë nuk e meriton finalen. Pjesë nga biseda. Gerta, e rëndësishme është mos me u dorëzuar. Gjesti, po, mos me u dorëzuar e me ju dal përballë si Sandokani. Kingu nuk dorëzohet, ju mendoni se dorëzohet po nuk është e vërtetë. Kingu i qëndron kohës. Gerta, ka frikë se as finalen nuk e kap. Për çmimin e madh harroje ti se atë do e marr vetë. Po ti ke frikë edhe finalen. Gjesti, po mere, cili ta meritoj, pasha Zotin ja zgjas dorën. Gerta, a e meritoj? Gjesti, nuk e meriton çmimin e madh. Gerta, ua, kam luajtur vetëm unë këtu. Ju keni luajtur, të gjitha i kam bërë vetë. Gjesti, sipas meje jo, ti tani mos hy të debatosh me mua se asgjë nuk po të bëj. Edhe ti mund të thuash për mua se nuk e meritoj, siç the asgjë të thash, mendimi yt. Gerta, po çmimin dua ta marr vetë unë. Gjesti, po nuk mundesh me e marr se janë disa procedura, njëherë duhet të kalosh Kingun. Gerta, po ti nuk kalove dot Eglin. Gjesti, na mundi larti të dyve. Është edhe një mundësi.